sa herë të flisni për propozimin e vetëvendosjes, ta merrni përgjigjen nga lëvizja vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje ka dhënë propozimin e saj dhe në këtë drejtim ne nuk po flasim më për emrin. Ne po flasim për komisionin për votimin e fshat. Kush e di, ndoshta vetëvendosja do ta ketë një qendrim tjetër, por po flasim për komisionin për votimin e fshat. Por opozita s'po lejon as me shkutje propozimi i radhës, por që është e rëndësishme që të vazhdojmë. Nuk e kam dëgjuar se çfarë ka thënë zotja Bigjiku, por e kam dëgjuar çfarë ka thënë kryeministri Kurti, dhe kjo është e vërtetë. Për faktin se me mungesën e vullnetit për të konstituar Kuvendin e Republikës së Kosovës, opozita po e zgjat mandatin e qeverisë Kurti. Ju e dini që ne në mars e kemi të mbyllur mandatin tonë dhe jemi qeverinë detyrë, por është jashtëzakonisht e rëndësishme që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës në mënyrë që pastaj të fillojnë afatet për zgjedhjen e qeverisë së Republikës së Kosovës. Ne në vend që të kishim një përpjekje edhe nga ana e deputetëve të opozitës, madje edhe kryetarëve të partive opozitare, që ta konstituojnë Kuvendin e Republikës së Kosovës, ne çfarë kemi parë, siç edhe sot ndodhi, ata vinë në kuvend dhe nuk marrin fare pjesë në votim. Unë nuk e di nëse keni pasur rastin që të pyesni deputetët të opozitës, shumë thjesht, pse vinë seancë.